Ke punu edhe me lëndrimin, a? Po, lëndrimin, do me thonë tash 3 vjetë që punojmë, u konë artist komplet i ri që se ka njohë kërkush, unë e kom pa diçka në të, edhe pse ka pas njerë që më kanë thonë, qysh po mirë është nështa me të. A po, bro? Mu qaja nështa më veqenë edhe pi tjerëve që kam një anë që mu i me pa diçka njëri që... Arsene Wengeri, ta la rremnin. Edhe sot normal se të publiku e kam rri audiencën e vetë. Po çfarë menimi po të për Xuzin që kesh kritiku pak për performancë? Xuzi edhe secili njeri që është muzicient, muzika që bëhet sot i pengon. Sot në kohën e Xuzit s'ka pas autotune. Ti sot i ki autotune dhe s'ka studio që ose këngëtar që s'përdor autotune. Bile jashtë sistemi autotunit është i involvuar edhe në koncerte live. Se artisti edhe njihet më mirë edhe paraqitja është më e mirë, se ti nuk mundesh mu fokusu tash edhe me kënu edhe me dance edhe po fix. Domethënë që ajo është koha sot që ashtu.